Në këtë video do të flasim pak për emergjencën hipertenzive. Çka është emergjenca hipertenzive? Definohet si vlera të rritura të presionit sistolik mbi 220, si dhe atij diastolik pra mbi 120, me prezencë të dëmtimit organor. Por këtu edhe bëhet diferenca mes emergjencës hipertenzive dhe urgjencës hipertenzive, e kjo e dyta patjetër që ka vlera të rritura të presionit arterial, mirë po nuk kemi evidencë të dëmtimit organor. Secilën herë kur kemi një pacient me vlera të larta të presionit arterial, atëherë sistemet e mëposhme duhet të vlerësohen. Duhet vlerësohen syt për prezencën e papilledemës, duhet vlerësohet SNC-ja apo sistemi nervor qendror për alternim të statusit mental apo për prezencë të hemorragjisë intrakraniale. Po ashtu vlerësohet SNC-ja edhe për encefalopati hipertenzive, sidomos në rastet kur vlerat e presionit arterial janë 240 me 140 apo edhe më të larta, si dhe kur kemi shenja neurologjike siç është konfuzioni. Pastaj vlerësohet zemra për prezencë eventuale të infarktit akut të miokardit, anginës jo stabile, diseksionit aortal, si dhe dështimit kongestiv të zemrës. Pastaj vlerësohen mushkërit për prezencën e edemës pulmonare, si dhe vlerësohen veshkët për prezencë eventuale të insuficiencës renale apo të hematurisë. Emergjenca hipertenzive mund të çojë në atë që emërtohet si sindroma e encefalopatisë posteriore reversibile, e cila përkundër emrit jo gjithmonë është reversibile. Kjo vije apo mendohet se vije si pasojë e dështimit të mekanizmave vetrregullues, do thotë presionit, me çrast nga enët cerebrale të gjakut, specifikisht nga arteriolat, kemi ekstravazim të langut, me çrast ky lang pra del në tru si pasojë e shtypjes së lartë të gjakut. Simptomat të kësaj gjendje përfshin kokdhëmbjen, ndryshime në statusin mental, ndryshime në të pamur, por edhe konvulsionet. Zakonisht diagnostikohet në bazë të klinikës, por edhe në bazë të rezultateve të rezonancës magnetike të trurit. Nga ana tjetër, si shkaktar të emergjencës hipertenzive, vlen të përmenden disa. Pacientët për shembull refraktar në terapi antihipertenzive, pastaj përdorimi i drogave të ndryshme siç është kokaina, metamfetamina, LSD, pastaj gjendja e alcohol withdrawal apo abstinencës nga alkooli, pra kur pacientët alkoolik e ndërpresin për më një herë përdorimin e alkoolit, gjendje ndryshme mjekësore siç është hiperaldosteronizmi, sindroma Cushing, vaskuliti, pastaj eklampsia, por edhe feokromocitoma, raste ndryshme të mos kompliancës me dializë, stenoza arterjes renale, si dhe veshka policistike, gjitha këto mund të jenë shkaktar të emergjencave hipertenzive. Sa i përket klinikës, vlen përmendet triada e kokdhëmbjes, ndryshime në statusin mental, si ndryshime në të pamur. Kur jemi tek trajtimi, duhet bëhet dallimi në mes të trajtimit të emergjencave hipertenzive dhe urgjencave hipertenzive. Këto të fundit zakonisht rekomandohet që trajtohen me agent oral për një periudhë rreth 24 orëshe. Po ashtu edhe emergjencat hipertenzive në rastet kur pacienti pra nuk është shumë i rrezikuar, rekomandohet që fillimisht të trajtohen me agent oral siç është kaptoprilli, nifedipina, klonidina, si dhe labetalolli. Mirë po në rastet kur kemi të bëjmë me gjendje më të rënduar, sidomos kur do thotë shtypja diastolike është mbi 130, atëherë mund të përdoren edhe agent apo mund të administrohen terapi intravenoze, ku vlen përmendet esmololli, labetalolli, pastaj agent me veprim të shkurtër siç është hidralazina, pastaj nitroprussidi dhe nitroglicerina. Qëllimi tek trajtimi i emergjencave hipertenzive nuk është arritja e vlerave normale të tensionit, por është largimi i pacientit nga rreziku dhe stabilizimi gradual i presionit arterial. Target vlera apo vlera e cila targetohet është një ulje prej 25% e MAP-s në një periudhë brenda 1 deri në 2 orësh. MAP-ja paraqet mean arterial pressure apo presionin arterial mesatar, i cili pra definohet si presioni arterial mesatar brenda një cikli të plot të kardiak, pra të zemrës, dhe zakonisht ka vlera 70 deri në 100,
E për shembull një person me një shtypje 120/80 e ka vlerën e MAP-s 93.3 mm shtyllës mërkurit. MAP-ja gjendet me formulën pra shtypja diastolike plus 1/3 e ndryshimit mes shtypjes sistolike minus shtypja diastolike. Pra me këtë formulë gjendet vlera e presionit mesatar arterial. Kjo ishte shumë shkurt sa i përket emergjencës hipertensive.